Vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, begatia Allahu xhalla shanuhu qoftë mbi ne, qoftë mbi ju, qoftë në zemrat tona, në familjet tona, në xhamit tona. E lusë Allahu xhalla shanuhu që edhe këtë mësim, këtë mezhlis ta rrethoj me melajket e tij, të zbres mbi të kënaqësinë e tij, ta bëj atë shkak për të na përmendur Zotin në mezhliset e tij. E lusë Allahu xhalla shanuhu që këto ditë t'i bëj siç e kanë emrin ditë të begata, të bekuara, që të na mundsoj të shtojmë sado pak punët e mira, të shtojmë lutjet tona, e të na nxjerr për këtyre ditëve me gjunahet falura, me punë të mira të pranuara, na mundsoj të mbrim ditën e Arafatit, të mbrim Kurban Bajramin, e të na mundsoj të mbrim shumë Arafate në dynja e shumë Kurban Bajrame. E lusë Allahu xhalla shanuhu të na ndihmoj të ecim në rrugën e besimit, na bëj të qëndrueshëm në këtë rrugë, ta bëj për atyre që i besojnë hartës së besimit, që e kanë atë në duar dhe në zemrat e tyre, që e lexojnë atë herë pas here dhe kur nuk e kuptojnë, kthehen tek ata që mund ta kuptojnë më mirë se sa ne. Kemi folur në serialin e temave që e kemi titulluar Harta e Besimit, kemi bërë një hyrje të përgjithshme për rëndësinë e kësaj harte. Pastaj kemi folur për stacionin e parë, i cili është aja e udhëtimit, që është stacioni i zgjimit, sepse njeriu që nuk zgjohet as nuk mund të nisë një rrugë, as nuk mund të përfundojë një punë, as nuk mund të bëhet njeri më i mirë. Prandaj dietarët e nisin rrugtimin e zemrës për tek Zoti me zgjimin. Zemra duhet të zgjohen nga smundja më e rëndë që e kaplon njeriu, nga smundja e gafletit. Sonte do të flasim për stacionin e dytë në këtë udhëtim, i cili titullohet vendosmëria ose vullneti. Vëllezër dhe motra, ndodh shpesh që njeriu zgjohet zemra e njeriu. Zgjohet në Ramazan sidomos, në kohë të mira, zgjohet nëse ai shkon për umre, shkon për haxh apo nëse është në xhami, por të njëjtë njerëzve ju ndodh që i ka përsëri gjumi masi zgjohen. Në Ramazan i shikon njerëzit të jenë shumë afër Zotit, shumë afër shpirtit të tyre, janë shumë të ndjeshëm ndaj të mirave, janë shumë të ndjeshëm ndaj të këqijave, por të njëjtët persona nuk i gjen të tillë pas muajit Ramazanit. Pra, mos kujtoni që ai njeri që u zgjua, mos kujtoni se do të vazhdojë të jetë i zgjuar. Shumica e atyre që zgjohen për fat keq kthehen edhe një herë në gjumë, madje dietarët thonë mund të kthehen në një gjumë edhe më të rëndë se sa ai që ishin në fillim. Ajo që bën dallimin, vëllezër dhe motra, është vendosmëria për të ecur. Vendosmëria për ta vazhduar këtë rrugë. Është si puna asaj që makina për të ecur ka nevojë për motor që të punojë. Përndryshe ajo që ndron në vend. Motori që e vendos në lëvizje njeriu është vendosmëria e tij për të ecur në këtë rrugë. Çfarë ndodh njeriu? I ndodh ajo që përmendëm, që mund të zgjohet zemra e njeriu. Mundet që njeriu të preket, të ndihet mirë, të ketë një farë ndjeshmërie, por nuk e vazhdon dot këtë rrugtim. Kthehet aty ku ishte, madje mund kthehet edhe më keq se sa aty ku ishte. Pse i ndodh kjo? Njeriu kjo i ndodh sepse kjo botë është botë e sprovave dhe ka shumë sprova. Janë aq të shumta joshjet, aq të shumta sprovat në këtë botë, saqë ato e bën njeriu që të harrojë. Kjo i ndodh njeriu sepse njeriu ka një armik të përbetuar, një armik që nuk e dorëzon kurrë armën e tij, i cili nuk fle, i cili nuk pushon, i cili nuk bën paqe me njeriu, edhe nëse njeriu bën paqe me të, edhe nëse njeriu e ul armën e tij, edhe nëse njeriu mundohet ta marrë këtë armik me të mirë, ai asnjëherë se merr njeriu me të mirë. Cili është ky armik? Është ai që na ka prezantuar Zoti që në fillimet e Kuranit famlar. Na ka treguar shejtanin e mallkuar, natyrën e tij, qëllimet e tij dhe planet që ndjek ai. Ai vetë ka thonë o Zot, unë do t'ju shkoj njerëzve nga djathta dhe nga majta, do t'u dal përpara dhe do t'u dal mrapa, dhe do t'i bëj ata që të harrojnë, do t'i bëj ata që të bien në gaflet, në shkujdesje, dhe për të parë që pjesa më e madhe e tyre nuk do të falenderojnë ty. Atëherë ky armik, i cili nuk dorëzohet asnjëherë, i ka mekanizmat,
i ka çelsat se si mundet që ta vendos edhe një herë në gjumë njeriu pasi u zgjua njeriu. Mirë po njeriu ka edhe një dizavantazh. Nga brenda vetes së tij është nefsi i njeriu. Nefsi i njeriu ka dëshirë plogështin, ka dëshirë dembelizmin, ka dëshirë joshjet, e ka shumë vështirë që ta vazhdojë rrugën, e ka shumë vështirë që të qëndrojë në istikamet deri në fund. Pra janë disa dizavantazhe, të cilat janë sebepet kryesore që e shtyn njeriu që edhe masi zgjohet, njeriu të kthehet aty ku ishte. Çfarë mund të bëjë ndryshimin vëllezër dhe motra është vendosmëria. Ai keni parë njerëzit që të cilët duan të mbajnë mirë trupin e tyre, të japin, si quhet, kilo pesh, të heqin peshën e tyre. Shumë njerëz e kanë këtë dëshirë, jashtëzakonisht shumë njerëz, por një pjesë e vogël kanë fuqinë të nënshtrohen, një pjesë e vogël janë të vendosur të shkojnë deri në fund gjës. Po ashtu njeriu që do të eci në një fushë të caktuar, që do të bëhet një futbollist më i miri në botë, dëshirat i kanë të gjithë. Në mendjen e tyre të gjithë janë futbollistë të Zotit, të gjithë e bëjnë golin me mendjen e tyre. Ata që bëjnë dallimin janë ata që i nënshtrohen. Ata që vendosin, i hynë kësaj rruge dhe qëndrojnë në këtë rrugë. Edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet shpirtërore. Njeriu ka dëshirë të jetë i mirë, por nuk mjafton vetëm dëshira. Ajo që duhet pasojë dëshirën dhe zgjimin është vendosmëria. Prandaj të gjitha këto të mbledhura bashk na çojnë në ato që ne kemi nevojë për hapin e dytë, për të vazhduar këtë rrugtim. Hapi i dytë quhet hapi i dëshirës, i vullnetit, i vendosmërisë. Dietarët thonë që janë dy lloje vendosmërish. Të dyja duhet i ketë njeriu. E para është që ai të vendosi të ndryshojë rrugën nga e keqja në të mirë, nga e devijuar në udhëzim, nga rruga e ligë e keqe, rruga e shejtanit mallkuar, në rrugën e drejtë, në rrugën e Rahmanit. Kjo kërkon shumë vendosmëri, kjo kërkon shumë vullnet. Duhet që njeriu jo thjesht ta ketë dëshirë, por duhet vendos që unë do të dal prej kësaj rruge, unë do të dal prej të keqes, unë do të dal nga rruga e djallit dhe shejtanit mallkuar dhe unë do të hyj në rrugën e Zotit. Kjo është lloji i parë i vendosmërisë. Por ka një lloj tjetër që është edhe më i vështirë se sa i pari. Është vendosmëria për të qëndruar në këtë rrugë, sepse shumë njerëz mund ta hedhin hapin e parë në këtë rrugë, por nuk kanë forcë për të qëndruar. Prandaj, si e përkthejmë ne duan që bëjmë më shpesh teksa falemi, duan që e lexojmë secili prej nesh në surën Fatiha, ihdina siratal mustaqim. Zakonisht e përkthejmë ato, o Zot na udhëzo në rrugën e drejtë, por ndoshta përkthimi dhe shqiprimi më i saktë do të ishte, o Zot na udhëzo dhe na forco në rrugën e drejtë. Na udhëzo, o Zot, në këtë rrugë kur jemi të humbur dhe të devijuar, na kthe në këtë rrugë. Por mbi gjitha na mbaj, o Zot, në këtë rrugë. Na forco, o Zot, në këtë rrugë, se kjo e dyta është më e vështirë se sa e para. Në arabisht kjo vendosmëria quhet shpeshherë azm ose azime. Allahu Gjellëshanu ka përmendur në Kur'anin famlar disa profet, dhe gjithë profetët janë vendosur, nuk ka diskutim në këtë. Por disa profet i ka dalluar, i ka quajtur ulul azmi minar rusul, profetët e vendosur, dhe janë 5 ata profet. Pse u bën këta më të vendosur se sa kolegët e tyre, se sa shokët e tyre? Do gjesh që e kanë patur shumë vështirë të qëndrojnë në këtë rrugë, kanë patur shumë vështirësi, kanë patur shumë sakrifica, por me ndihmën e Zotit, me vendosmërinë e tyre, ata ja kanë dalë në fund. Kjo është për të na treguar neve që siç është e vështirë kalimi nga e keqja tek e mira, edhe më e vështirë është qëndrimi tek e mira. Ajo që dua të ndaj sonte me ju vëllezër dhe motra është se çfarë bën vendosmëria tek njeriu. Pse njeriu do të jetë i qëndrueshëm, pse njeriu do të jetë i vendosur? Njeriu do të jetë i qëndrueshëm dhe i vendosur sepse Zoti i do gjithë besimtarët, por më shumë do besimtarët që janë qëndrueshëm dhe të vendosur. Ata që nuk kanë thjesht dëshirë në zemrën e tyre, por kanë vendosur, janë besnik dhe duan të shkojnë deri në fund kësaj rruge. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, el mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini ad-da'if. Besimtari i fortë është më i dobishëm, është më i hajrit dhe më i dashur tek Zoti se sa besimtari i dobët. Edhe pse
edhe pse tek të dy ka hajër dhe mirësi, edhe tek besimtari që është i dobët, edhe aty ka hajër dhe mirësi, mirë po Allahu xhallashanuhu do më shumë dhe e quan më të dobishëm atë që është besimtari më i fortë. Kush është besimtari më i fortë? Nuk është vetëm forca fizike. Dietarët thonë forca kryesore është vendosmëria e tij. Dhe argumenti për këtë koment është pjesa tjetër që vazhdon e hadithit. Çfarë thot pjesa tjetër e hadithit? Thot ajo që të bën dobi, synoje atë, mos e le asnjëherë. Çfarë do gjëje që të bën dobi ty, mundohu ta ndjekësh atë, mos u tregoj i paaft. Asnjëherë mos u tregoj i paaft. Nëse të godet diçka ndonjë fatkeqësi, mos thuaj sikur ta kisha bërë kështu e kështu, s'do të ndodhte kështu e kështu. Por thuaj qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, caktoi Zoti çfarë deshi ai u bë, sepse fjala sikur i hap derën shejtanit mallkuar. Njerëzit dallojnë në niyetet e tyre, njerëzit dallojnë në vendosmëritë e tyre dhe ky hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mëson se si njeriu mund të jetë njeri i vendosur, njeri i qëndrueshëm kur e synon gjithmonë të mirën. Kur e shikon që një gjë është e mirë, ai gjen forcë brenda vetes së tij dhe e bën atë, mos u trego thot i paaft. Mos thuaj unë se bëj dot këtë. Shpeshherë njerëzit ja gjen arsyetimin vetes jo një herë, po 100 herë në ditë. E mirë është po unë se bëj dot, e mirë është po unë se bëj dot. Ky është dallimi edhe në çështjet e dynjas mes njerëzve që kanë sukses dhe mes dështakëve. Nuk është se dështakët nuk kanë mundësi, vëllezër dhe motra. Mund të kenë ndoshta shumë më tepër mundësi se suksesshmit. Dallimi është vetëm një gjë. Niyeti, vendosmëria, gatishmëria për të shkuar rrugës deri në fund. Edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet shpirtërore, ky e bën dallimin mes njerëzve. Po ashtu ajo që na shtyn që të jemi të vendosur në këtë rrugë është se njeriu kur është i vendosur për të bërë një të mirë, edhe nëse nuk ka mundësi ta bëjë atë mirë, se ndoshta mundësitë mund të kesh të kufizuara. Ai njeriu llogaritet tek Zoti sikur e ka bërë atë mirë. Po pse llogaritet tek Zoti? Sepse ai me shpirtin dhe me zemrën e tij është i vendosur. Ai e ka ndarë mendjen për ta bërë atë punë, por mundësitë nuk e kanë lejuar diçka të tillë. Prandaj dietarët kanë pas thënë niyeti i besimtarit është më i mirë se sa puna e tij. Çfarë nuk kupton kjo? Sepse niyeti është vendosmëria. Shpirti dhe zemra e atij njeriu e ka ndarë mendjen për ta bërë atë punë, po ndoshta se ka patur mundësinë për ta bërë atë punë. Innamal a'malu binniyat. Punët tek Zoti llogariten sipas niyetit të tyre. Ajo që i themi ne sot niyet është vendosmëria, është qëllimi i njerëzve dhe njerëzit kur e duan diçka në përgjithësi, edhe në çështjet e dynjas, Zoti u lehtëson rrugën dhe arrin atë gjë. Por në çështjet e ahiretit, nëse ne e duam një gjë, po se mbërrim dot atë. Vjen e xheli dhe na merr. S'kemi mundësi financiare për ta bërë atë punë. Na ndodh diçka dhe na shkput prej saj. Ti llogaritesh tek Allahu xhaleshanu sikur e ke bërë atë punë, sepse ti me zemrën tënde, me niyetin tënd ke qenë vendosur dhe e ke bërë atë punë. Betejë më e vështirë, më të vështirat që kanë bërë muslimanët sa ka qenë gjallë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është betejë e Tebukut. Quhet Dhatul Usre. Betejë quhet betejë e vështirësive, shumë e vështirë, me mijëra kilometra sakrifica dhe vuajtje të jashtëzakonshme. Kur sahabët ishin të lodhur, ishin kputur fare, po themi çdo gjë, nuk kishin më fuqi, ju tha atyre profeti sallallahu alaihi wasallam, betohem në Zot se tani në Medinë janë disa persona. Në çdo rrugtim që keni bërë, në çdo hap që keni hedhur, në çdo malore që keni marrë, në çdo tatpje që keni zbritur, ata janë bashkë me ju, hap mas hapi, kanë marrë të gjitha sevapët që keni marrë ju. I thanë sahabët, ja Rasulullah, gjithë kjo sakrificë, gjithë kjo lodhje, gjithë ky mund ata në Medinë të marrin të njëjtat sevape siç marrim dhe ne, po profeti sallallahu alaihi wasallam tha një fjalë që shpjegon pikërisht këtë që ne duam dhe ta shpjegojmë, habesehumul udhr, ata i bllokoi pamundësia tha. Se ata me shpirt dhe me zemër kanë qenë me ju, madje kanë qenë përpara jush, por nuk kanë patur mundësi të marrin pjesë, s'kan patur mundësi financiare apo s'kan patur mundësi shëndetësore. Çfarë na bën të kuptojmë kjo? Sepse njerëzit tek Zoti mund të lartësohen shumë me niyetet e tyre, me vendosmëritë e tyre, siç e përmenda
njeriu tek Zoti mund të konsiderohet bamirës i madh, edhe pse s'ka dhënë ndonjëherë bamirësi, por i ka djegur shpirti dhe zemra. Ka pas thënë gjithmonë o Zot, po të kisha patur mundësi, por Zoti këtë njerëz se kisha lënë pa ndihmuar, këtë smuni se kisha lënë pa ukuruar, e kështu me radhë. Nëse njeriu ka qenë i sinqert në këtë jetë dhe i vendosur në zemrën e tij, e shkruan Allahu xhalleshanu sikur e ka bërë atë punë. Por edhe për punët e liga është e njëjta gjë. Nëse njeriu ka qenë vendosur për ligësi, për punë të këqija, edhe pse s'ka bërë atë punë, llogaritet tek Allahu xhalleshanu sikur e ka bërë atë punë, sa ai me shpirt dhe me zemër e ka bërë atë punë. Ajo që është e rëndësishme sa i përket vendosmërisë, është se vendosmëria është e vetmja gjë e cila e zbut kurthin e shejtanit. Shejtani nuk pushon në asnjë moment. Rrotullohet, bën tavaf rreth zemrës njeriut, hyn dhe del për njeriut si ti do i qefi. Dhe ai luan shumë me zemrën e njeriut. Përveç një rasti, kur shikon që njeriu është i vendosur në zemrën e tij, shejtani s'merret me atë njeri. Prandaj njerëzit kur ti thonë shejtanit mallkuar ditën e llogarisë, ti u bën e sebeb, ti na humbe neve. Ai thotë unë s'ju kam urdhëruar juve. Unë thjesht ju josha, ju pash që ishit, më thënë, të hezituar, ju më ndoqët mua, unë s'pata forcë mbi ju. Ai nuk ka forcë mbi njeriu, po ai ka forcë mbi zemrat të cilat hezitojnë. Ndërsa shejtani mallkuar kur e shikon që njeriu është i vendosur në zemrën e tij për ta bërë të mirën, për t'u larguar të keqes, ai largohet prej atij njeriu dhe shkon tek dikush tjetër. Vëllezër dhe motra, si mund të mbërrijmë tek ajo që quhet vendosmëria për ta bërë të mirën apo vendosmëria për ta lënë të keqen? Dietarët e zemrave thonë janë 4 stacione. Nëpër 4 stacione duhet kalon në përgjithësi dëshira për të bërë mirë apo dëshira për të bërë keq. E para është ajo që quhet dëshira e jashtme. Çdo lloj njeriu i shkon në mendje një herë. Për shembull, nëse është njeri i humbur dhe i devijuar, thotë, a sikur të kisha qenë fal dhe unë, a sikur të kisha agjëruar dhe unë. Kur shikon, po themi që dikush kontribon, thotë, po sikur të kisha dhënë dhe unë, nuk ka njeri në botë që si shkon në mend e mira. Kjo quhet hapi i parë. Por kjo nuk mjafton. Kjo është minimumi i minimumit. Pastaj, nëse ky njeri është i sinqert dhe e ka dëshira të, kalon nga mendimi i jashtëm, se kjo e para është si vetëtima. Kalon shumë shpejt nga mendja dhe nga zemra njeriu. Nëse njeriu e ka qejf dhe me të vërtetë e don atë, fillon nga mendimi i jashtëm i kthehet në një mendim të brendshëm. Fillon dhe përjeton atë. Disa herë përmend vetes së tij, po sikur të kisha filluar të fal namazin, po sikur ta kisha lënë këtë vesë, po sikur ta kisha lënë këtë punë të keqe. Çdo njeri e ka luftën me veten e tij. Mos kujtoni se nuk lufton, por problemi është ke vendosmëria për të larguar nga e keqja dhe për të shkuar tek e mira. Kjo është shkalla e dytë, është mendimi i brendshëm. Kjo është më i fortë se sa mendimi i jashtëm. Pastaj ka një shkallë të tretë, është dëshira. Fillon dhe janon zemra nga e mira. Zemra ka qejf, fillon e shijon të mirën, edhe i flet herë mbas here, ke këtë shpërblime, do të jesh kështu nëse e bën këtë punë. Pra kjo tregon që njeriu po e kalon testin dhe provimin me veten e tij. Shkalla e fundit për cilën ne po flasim tani është shkalla e vendosmërisë. Kjo është kur ai kaput zinxhirët dhe vendos për të hyrë në rrugën e drejtë. Kto janë për të bërë mirë, por edhe për keq janë të njëjtat shkallë. Edhe kur njeriu bën keq, në fillim i shkon mendje sepse ne nuk jemi engjëj. Na shkojnë në mendje mendimet këqija. Por nëse fillon e shijon atë mendim, ai kthehet nga mendimi i jashtëm të kthehet në mendim të brendshëm dhe fillon dhe përjeton mendimin e brendshëm, por mendimin e keq. Pastaj kalon tek dëshira, fillon dhe anon zemra, jo në këtë krahun e mirë, por fillon dhe anon zemra në krahun e keq, Zoti na ruaj. Pastaj njeriu merr vendimin për ta bërë gjunahun, për ta bërë të keqen, kalon vendosmëri, edhe sikur bota të mundohet ta frenojë, nuk ka gjë që e frenon atë, sepse ai ka marrë vendimin me zemrën e tij, me mendjen e tij për ta bërë atë. Prandaj Hasan al-Basri thotë, Zoti e mëshiroft atë njeri i cili qëndron tek dëshira, tek e treta. Nëse është mirë, thot, vendos për ta bërë atë dhe ja merr shpërblimin. Por nëse është duke bërë keq, e frenon veten e tij. Se mund të shkojë mendja për keq herën e parë. Mund ndoshta edhe nefsi nga brenda ta shijojë atë. Po kur shkosh tek shkalla e tretë, tek animi i zemrës, aty frenon, aty ndalu, se nëse nuk ndalesh në atë moment, ti rrezikon të kalosh tek ajo që është e frikshme, tek vendosmëria për ta bërë të keqen. Që të mos ju lodh shumë vëllezër dhe motra, se këto stacione
nuk kanë qëllimin të shpjegojnë çdo gjë, por kanë qëllimin të na motivojnë, se të gjithë jemi gabimtar, të gjithë jemi njerëz që hezitojmë, që dyshojmë, që dobësohemi, të gjithë kemi nevojë për përkujtim. Ajo që e forcon shumë vendosmërinë tek njeriu dhe ne të gjithë jemi të dobët. Mos kujtoj kush, mos rrah kush kraharorin e tij, thotë që s'kam nevojë, këtë stacion e kam kaluar herët, kam hyrë një herë në Islam, nuk më shkon mendja kur për keq. Jo, më e vështira për njeriu është qëndrueshmëria. Më e vështira për njeriu është vendosmëria. Çfarë forcon vendosmërinë e njeriu për mirë? E para, ajo që e forcon shumë është duaja, lutja, mbështetja tek Allahu xhalla xhanu. Më i miri i njerëzve, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që Zoti ja kishte ruajtur shpirtin dhe zemrën dhe nuk kishte fare fuqi mbi të shejtani mallkuar, ai thot: "Ya Rabbi la takilni ila nafsi tarfata aynin fa ahlak." O Zot, mos më lë në dorën e vetes time sa hap e mbyll syt, se do të humbas, do të devijoj. Për të na treguar secilit prej nesh që nuk është kjo punë me zotësinë, as me aftësinë tonë, as me thonë që u kam hyrë para 30 vitesh në këtë rrugë, nuk kam mundësi që unë devijoj, por është se sa ti i beson atij që është i plotfuqishëm, atij që ka në dorë zemrat. Ja muqallibel qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që rrotullon zemrat e njerëzve, forcoje, bëhet vendosur zemrën time në rrugën tënde. Dhe nga duat e bukura që na ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: O Zot, kërkoj mbrojtje prej teje nga pafësia, nga dembelizmi, nga kopracia dhe nga frika. Kërkoj mbrojtje prej teje që të mos më mbysin borxhet e të mos më shkelin më këmbë njerëzit. Po të shikoni, i kam mbledhur në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam të gjitha sebepet e dështimit. Dhe i ka kërkuar Zotit ndihmë për të gjitha këto shkaqe që e bëjnë njeriu dështak edhe në çështjet e dynjas, edhe në çështjet e ahiretit. Çfarë ndihmon tjetër njeriu për të qenë i vendosur? Lexo rreth njerëzve që kanë qëndruar në këtë rrugë. Mundohet të shoqërohesh me ata njerëz, por nëse nuk i gjen dot, edhe sa më shumë kalon koha, aq më shumë, aq më të rrallë janë këto njerëz të qëndrueshëm. Secili ka frikë për veten e tij dhe askush nuk mund të thotë rri me mua, se unë jam i qëndrueshëm në këtë rrugë. Askush nuk ka guxim. Atëherë inspirohu nga jeta e tyre. Edhe të parët e muslimanëve që kanë jetuar në ato prezat e artë, edhe ata kanë patur shumë frikë për veten e tyre, por kanë qëndruar në këtë rrugë sepse kanë qenë të sinqertë dhe kanë qenë vendosur. Umar ibn Abdul Azizi ka jetuar në kohën e dinastisë Emevite. Është fillimi i Islamit, por një dinasti e cila kishte luks, kishte zhytje në çështjet materiale, dhe kur i erdhi kaderi i Zotit që të ngarkohej që ai do të ishte pris i besimtarëve, do të ishte pris i muslimanëve, pati shumë frikë nga vetja e tij, se ishte i pafuqishëm dhe nuk kishte shok dhe miq që e ndihmonin. Atëherë i shkruajti një letër nipit të Omer ibn al-Khattabit, Zoti qoftë i kënaqur me të, nipi po jetonte në atë kohë. Pra ishte nipi i prisit të drejtë muslimanëve, Omer ibn al-Khattabit, dhe i tha: "Më ka ngarkuar Zoti me një dëshirë, me një detyrë që kurse kam dëshiruar, por kaderi i Zotit më detyroi që ta marr këtë detyrë, ama unë nuk jam as Omer ibn al-Khattabi, as nuk kam shokët e Omer ibn al-Khattabit që të më këshillojnë mua. Prandaj ti si nipi i Omerit më këshillo mua. Çfarë duhet bëj unë që këtë detyrë ta mbaj me amanet e ta dorëzoj me faqe të bardhë?" Ja ktheu përgjigjen në të njëjtën letër nipi i Omer ibn al-Khattabit. Nëse është sikur po thua që se ke kërkuar e të ka ngarkuar kaderi i Zotit, është e vërtetë që as ti nuk je Omeri dhe as nuk ke shok dhe miq dhe këshilltar si këshilltarët e Omerit, por nëse je i vendosur dhe i sinqert në ato që po thua, ke për të parë se Zoti ka për të të ndihmuar me njerëz aty ku s'ta pret mendja. Pse u bë Omer ibn Abdul Azizi kalifi i pestë i drejtë i muslimanëve? 4 janë kalifët e drejtë muslimanëve: Ebu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu. Po pse muslimanët fusin të pestin radhë, edhe pse është larg në kohë Omer ibn Abdul Azizi, edhe pse ky njeri arriti të bëjë mrekulli për 2 vite e pak, ai ishte i sinqert, ai ishte i vendosur, edhe vendosmërinë e parë e ktheu ndaj vetes së tij, ndaj familjes së tij, sepse duhet hiqte dorë nga shumë gjëra, derisa arriti që të mos niste edhe qiriun
nëse ishte për çështjet e tij personale. I thoshte tjetrit, a do flasësh për muhabete private apo për çështjet e muslimanëve? Nëse flasim për muhabete private, atëherë nuk e ndes qiriun se është amanet, është pasuri e muslimanëve. Nëse është për çështjet e të gjithëve, atëherë po e ndes qiriun. Kjo ishte vendosmëria, të cilën ja kërkoi vetes së tij, po ashtu e kërkoi bashkëshortes së tij dhe anëtarëve të familjes së tij. Kur pastaj njerëzve ju erdhi e vështirë dhe nuk e përballuan dot vendosmërinë e Omer ibn Abdulazizit, mendohet që njerëzit vetja bën kurthin sepse nuk e përballonin dot. Ama ai ngelin histori si kalifi i pestë i drejtë i muslimanëve. Në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është një njeri plak i vjetër, i cili ishte sakat topall në njërin prej këmbëve të tij, quhet Amr ibn al-Jamuh. Nuk mori dot pjesë në betejën e Bedrit, por erdhi beteja e Uhudit shumë shpejt. Shkoi, i tha djemve të tij. Ai ishte sakat, ai nuk este dot, edhe shumë i vjetër në moshë. Tha vallahi do të marrë unë pjesë në betejë. I than, o baba, nuk ka nevojë të marrësh pjesë ti. Ne do të marrim pjesë të gjithë, në atë kuptimin si familje e shlyejmë detyrimin. Pastaj ti je nga ata që Zoti nuk ngarkon me këtë përgjegjësi, sepse Allahu xhallahu të smurët të vjetrit nuk i ngarkon me një detyrë të tillë. Tha, do të hyj me këtë këmbën time të shtrembët, edhe unë do të hyj në xhennet. Pse unë nuk do të hyj në xhennet? Dhe shkoi i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Zotit, dua të marr pjesë edhe unë këtë betejë. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ti se ke obligim, se ke detyrë të marrësh pjesë, për më tepër fëmijët tuaj do të marrin pjesë. Tha o i dërguar i Zotit, po sikur ma bëj Zoti risk që të vdes shahid, a thua do të hyj në xhennet e të shkel me këmbën time normal dhe jo me topall apo me sakatlik? Po i tha i profeti sallallahu alaihi wasallam, kur të hysh në xhennet nuk e ke më këtë mangësi, se ke më këtë sakatlik. Atëherë profeti alayhis salam nga ana tjetër i tha djemve të tij, nëse ai insiston mos e pengoni atë, ndoshta Zoti ja bën nasib që të bie dëshmor në këtë betejë e të jetë nga banorët e xhennetit. Mori pjesë Amr ibn Jamuh në këtë betejë, thonë që jo të este, ai fluturonte, sepse ishte i vendosur në këtë që kërkonte. Allahu xhallahu ja bëri nasib që ai të bi dëshmor dhe pas betejës, kur shkoi profeti alayhis salam të shikonte të rënët në betejë, e pa Amr ibn Jamuhin, tha unë po të shoh ty duke ecur me këmbë të rregullta në xhennet. Tani po të shikojnë në këtë moment. Këto histori dhe shumë të tjera të ngjashme me këto na tregojnë të gjithëve se nëse duam të jemi të vendosur, kemi modele të mira. Por nëse duam të jemi dështak, ka plot modele të tilla. Atëherë në këtë kohë, sidomos kur njerëzit që frymëzojnë për mirë, që frymëzojnë për vendosmëri janë të pakët, ne kemi gjithmonë nevojë të lexojmë e të studojmë modele të tilla, sepse siç e përmenda vëllezër dhe motra, jemi të gjithë të dobët dhe kemi nevojë kush na motivon, kush na shtyn, kush na mban në këtë rrugë. Këto janë histori që Zoti i ka treguar në Kur'anin famlar të historitë e profetëve. Ja ka treguar profetit alayhis salam dhe i ka thënë që të forcojmë zemrën tënde o Muhammed, që të marrësh mësim prej tyre. Pra dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për modele që e frymëzonin, kishte nevojë për modele që e bënin të qëndrueshëm kur ai, po ne a jemi të panevojshëm për modele të tilla. Kjo ishte e dyta, inspirimi nga modele të njerëzve që frymëzojnë për mirë. E treta dhe e fundit, vëllezër dhe motra, çfarë ndihmon njeriu që të jetë i vendosur dhe i qëndrueshëm në rrugë, largohu nga shoqëria dhe ambienti negativ. Sepse në këtë jetë ka shumë ambiente të cilat janë të kontaminuara. Pra është vetë ambienti i tillë që e keqja aty është shumë e lehtë, që shejtani ka influencë dhe largohu pashtu nga shoqëria e cila as nuk e ka shqetësim diçka të tillë. Nuk e ka shqetësim zemrën, nuk e ka shqetësim xhenetin, nuk e ka shqetësim Zotin. Atëherë njeriu ndikohet për asaj që shikon, për asaj që dëgjon. Prandaj na është treguar historia e atij personi i cili kishte vrarë 99 njerëz. 99 i kishte vrarë me dorën e tij, por në një moment ai vendosi me shpirt dhe me zemër të bëjë tobe, të kthehet nga rruga e keqe në rrugën e mirë. Ishte fundi i jetës së tij, ama ai kishte vendosur atë. Shkoi dhe pyeti, po themi një person të ditur të kohës, një njeri të fesë, e pyeti, a ka tobe për mua, a ka pendim për mua? I tha, çfarë ke bërë ti? Tha, kam vrarë 99 njerëz. Ai i tha, ke vrarë 99 njerëz dhe akoma kërkon të pendohesh e të hysh në xhenet, nuk ka pendim për ty. Ai që vret një njeri
meriton xhehenemi, jo më ai që vret 99 njerëz. Ky kur dëgjoi këtë, u zemërua, u mërzit, e vrau atë njeri dhe i bori 100. Dhe dietarët thonë, ka një dallim të madh mes 99 vrasjeve që kishte bërë përpara dhe mes vrasjes së personit fundit. Të parat i kishte bërë për nefsin e tij, i ndikuar nga shejtani i mallkuar. Këtë të fundit ai e vrau, tha se ky do të më ndal mua pendimin, do të mbyll mua derën e Zotit. Ky ishte vendosur për të bërë njeri i mirë. Kur shkon dhe pyet një dietar tjetër apo themi një hoxh tjetër, ai tha patjetër që ka pendim për ty. Nuk e mbyll kush derën e pendimit derisa s'ka dalë shpirti prej trupi. Por çfarë i tha? Tha largohu prej këtij vendi. Ky është vend i cili të tërheq për keq. Largohu prej kësaj shoqërie, sa ti je këtu e ke shumë të vështirë. Dhe historia vazhdon që ky largohet prej atij vendi dhe i vjen Exheli në mesin e rrugës. Po shkonte drejt vendit mirë, drejt shoqërisë mirë, po kur i vjen Exheli, vdekja i vjen mund mesin e rrugës mes njerëzve të mirë dhe njerëzve të këqij, një vendit mirë dhe vendit të keq, saqë profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon se si melajket e mëshirës e tërhoqën trupin e tij dhe afruan qoftë dhe një pllëmb nga vendi i mirë dhe nga njerëzit e mirë. Se ishte mund mes të rrugës për të treguar që kush është i vendosur për të bërë mirë, Allahu xhalla shanuhu, edhe kur jep shpirt e tërheqin melajket dhe afrojnë tek e mira. Kjo për të na treguar që shoqëria e keqe, ambienti i keq ka ndikim. Nuk është të thonë të ikim fizikisht për atij vendi, të ikim për vendit tonë në një vend më të mirë. Jo, po duhet kërkosh një shoqëri më të mirë, duhet kërkosh një ambient më të mirë, sepse ti e di se je i dobët. Kjo është arsyeja, vëllezër dhe motra, që Zoti na ka bërë namazin me xhamat shumë të rëndësishëm. Na ka bërë farz të xhuman, na e ka bërë farz të rrim në mezhlise me njerëz të mirë, sepse ne individualisht jemi shumë të dobët. Prandaj një umre shumë e rëndësishme, sepse ajo të çon me një ambient komplet tjetër, një shoqëri komplet tjetër, një mezhlis ku përmendet Allahu, ku dëgjohet për diturinë, një hutbë që dëgjon njeriu. Ndoshta ajo hutbë, ai mësim javor, ai namaz që ka falur në xhamat bëhet sebeb për ta shtyrë njeriu me kilometra dhe të rrugës mirë. Po ashtu ndodh dhe e kundërta. Kur njeriu rrin në ambiente të cilat janë negative apo me shoqëri negative, ndoshta ta fshin gjithë energjinë pozitive që ke marrë për një javë. Prandaj po e përmbyll fjalën time duke ju lutur Allahu xhalla shanu që Zoti na mundsoj gjithmonë të jetojmë në mezhlise të mira, me vëllezër, me shoqëri të mirë, të cilët na inkurajojnë për mirë, na tërheqin kur rrezohemi, na drejtojnë kur devijojmë, na bëjnë qëndrueshëm kur jemi dobët. E lut Allahu xhalla shanu të na mbajë në këtë rrugtim, na e tregoj rrugën e drejtë, na bëj qëndrueshëm në të, na tregoj dhe rrugën e keqe dhe të gabuar dhe na bëj që të largohemi asaj. E lut Allahu xhalla shanu edhe një herë që këto ditë e këto ne t'i bëjnë ne të bekuarat begatat, na mundsoj të shtojmë sa më shumë mirësi dhe punë të mira, e të na i pranoj të gjitha lutjet, të gjitha ibadetet tona. Zoti ja shpërblef me të mira për dëgjimin. Selamu alejkum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.